Mirëmbrëma miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në episodin e radhës Okult Ezoterizëm, si gjithmonë çdo të mërkurë në orën 19:30, ashtu si trajtuam temën e parë, temën e kaluar me mikun tim ezoteriste Nea Gjonaj, ku përmendëm teknikat e meditimit. Sot do të vazhdojmë me një tjetër të ftuar, i cili edhe ky sërish është miku im, por mbi të gjitha është i shtrirë pak më shumë nga ana e trupit në atë që ne njohim në ezoterizëm anatomia okulte, por ka të bëjë dhe me fizioterapinë. Është një miks përzierjesh të këtyre dy rrugëve ku ne trajtojmë tematika në ezoterizëm. Pse unë i ftoj këta njerëz është sepse unë dua t'ju tregoj juve se sa e thellë është të studiosh pjesën ezoterike, se çfarë është ezoterizmi në thelb, dhe jo ajo që ju mendoni apo ju keni parë në përgjithësi në këta mentorët që gjatë të tregojnë se si ti të ndihesh mirë me vete. Nuk është ajo pjesë, ajo është fasadë, është gjepur, është bullshit. Ndërsa këtu ku ne trajtojmë pjesën në thelb të ezoterizmit, është kjo çfarë ju shikoni çdo ditë. Ezoterizmi vetëm zgjerohet dhe thellohet, është i ngjashëm me universin, është një univers i dytë, le ta quajmë, ose një oqean, që ne zhytemi dhe vetëm zhytemi, dhe sa më shumë zhytemi, më shumë kuptojmë, dhe më shumë largohemi nga turmat. Sot kam të ftuar mikun tim dhe vllajin tim, që unë shpeshherë i dedikoj me novkën amo vlla, për arsye se e kemi dhe moto komunikimi këtë. Remi Cenolli është sipërmarrës në pjesën e fizioterapisë, por për më shumë unë do të bëj një formë bashkëbisedimi me Remin, ku do të cekim pjesë të ndryshme të anatomisë okulte të njerëzit, duke e ndërlidhur me fushën ku Remi ka studiuar, që është pjesa e fizioterapisë, ku ai do të tregojë me më shumë detaje gjërat e tjera, dhe si lidhet ajo me trupin eterik, si ne na ndikon ankthi, ku qëndron ankthi gjatë kohës që ne jemi duke jetuar, punuar apo bërë aktivitete të ndryshme të jetës tonë, dhe çfarë ndodh kur ne ngarkojmë veten me shumë ankth dhe stres, problematikat e një kohe që po ecën me hapa galopante si një gur i madh që rrokulliset drejt një umnere për shkak të niveleve të larta të teknologjisë dhe mënyrës apo jetës sedentare që po rritet çdo ditë më shumë, duke shkaktuar probleme të shëndetit mental, shëndetit fizik, por edhe atë të skeletit ton, duke dëmtuar pjesë të trupit. Remi, të falenderoj dhe mirë se erdhe në emisionin tim. Falenderoj dhe unë për ftesën, është kënaqësi që jemi këtu në studio, se bisedat tona i bëjmë përgjithsisht jashtë ose në ambiente të kafeve apo dhe kënaqësi për të folur dhe për ta kapur këtë tematikën e sidomos anatomisë, që mua më përket, edhe për ta kapur nga anatomia okulte, pra nga ajo që nuk shihet, nga e padukshmja, dhe besoj se është goxha interesante për të diskutuar. Unë duke pasur një historik të gjatë dhe duke u fokusuar tek ajo që dua më shumë, sepse njeriu gjithmonë duke bërë atë që do më shumë arrin që të bëhet më i mirë. Kur e ka një gjë me bezdi ose me detyrim, atëherë nuk arrin që të japi maksimumin e vet dhe është e përkohshme. Dhe ajo që unë kam dashur që në fillim që mbase në fillore që bëhet anatomia për të parë në klasë 4, anatomia ka qenë lënda ime e preferuar, që aty më ka ngjitur që të njoh më shumë pjesën e trupit, si funksionon trupi, çfarë sisteme ka, edhe më pas ka qenë edhe zgjedhja e shkollës. Sipërmarrjes tënde. Dhe tashmë prej 10 vitesh është materializuar në një sipërmarrje, kam një klinik fizioterapie dhe kam dhe një platformë për pjesën e riabilitimit fizik dhe rekreacionit që po zhvillohet dita ditës, dhe po dua
ta zhvilloj dhe ta ndërtoj në mënyrën e një ndërgjegjësimi sa më të mirë për edukimin fizik dhe si duhet ta trajtojmë atë dhe si duhet ta njohim. Për mua është shumë e rëndësishme që të njohim trupin dhe të njohim veten më në thellësi. Ka nisur me një sipërmarrje sepse kur i konkretizon gjërat në materie, atëherë fillon edhe i prek edhe i njeh më mirë dhe krijon atë perceptimin dhe eksperiencën më nga afër si pjesë. Unë kam nisur para 10 vitesh dhe profilizimi im është hidrokineziterapia, që është lëvizja e trupit në ujë, nëse po e them me fjalë thjeshta, pra hidro ujë dhe kinezi është lëvizje. Dhe hidrokineziterapia është pjesa e rehabilitimit që bën njeriu në ambiente të ujit. Ne e dim që për 9 muaj fëmia, pra neve lindim në barkun e nënës dhe është në prezencën e ujit dhe është në pozicionin e tij më natyral dhe prandaj kam zgjedhur këtë sepse rehabilitimi është më i mirë në ujë. Pra në fillimet e mia ka nisur në këtë lloj mënyre duke kryer ushtrime rehabilituese në ujë dhe pastaj është profilizuar në pjesën e teknikave dhe zbatimeve të tjera të fizioterapisë që ne njohim, që kryesisht është rehabilitimi neurologjik, ortopedik dhe pediatrik tek moshat e vogla, tek fëmijët. Dhe trajtimet më të shpeshta që ne bëjmë është se unë futa pak në profilin tim. Po, s'ka problem se do të pyes pastaj. Vazhdo, mbaroj. Dhe në aspektin e trajtimeve kryesisht terapisë manuale, instrumentale, pra pajisjet që ne përdorim dhe ushtrimore. Dhe kështu kemi prej 10 vitesh që e ofrojmë shërbimin tonë. E kuptoj. Shiko, para se unë të futem dhe të pyes për tematikën që ne kemi zgjedhur, unë dua pra të ndalesh sa e vështirë ka qenë startupi jot, se si filloi ky rrugtim, pavarësisht se ti ke shprehur një kënaqësi apo një tërheqje drejt anatomisë së njeriut, ku është një nga gjërat që unë sot besoj dhe në ezoterizëm që ne në përgjithësi shumë pak e njohim veten tonë. Ne nuk e njohim veten tonë, ne dim shumë pak për veten tonë dhe është një shprehje se ezoterizmi është plot shprehje, por është një shprehje që njerëzit friksohen se si do të vdesin, ndërkohë nuk dim fare se si po jetojnë. Domethënë nuk e kanë konceptin fare se çfarë ndodh me trupin e tyre, çfarë bëhet në jetën e tyre. Ata gjithmonë i friksohen momentit të vdekjes, që është vetëm një fraksion, një moment. Ndërkohë nuk shqetësohen për pjesën se sa keq po jetojnë, se si po vazhdojnë të jetojnë, çfarë po i bëjnë trupit, si po e shkatrojnë sistemin skeletor të tyre, apo çfarë simptomash apo sëmundjesh po i krijojnë vetes, dhe kjo është ajo që mua vërtet më shqetëson. Pra, ty në fillim kjo të troqi, por sa e vështirë ishte që kjo ideja të qëndronte në treg për 10 vite dhe të fillonte të funksiononte për një kohë kaq shumë të gjatë. Sa e vështirë ka qenë për ty? Kjo ka ardhur natyrshëm, sepse ne dim që përditshmëria, jeta, vrulli i përditshëm i bën njerëzit pa ndërgjegjshëm për veten e tyre, duke fokusuar tek puna, tek lloj shpërqendrimesh që ne kemi gjatë përditshmërisë dhe harrohet trupi. Pra trupi lihet në mënyrë pa ndërgjegjshme të veprojë dhe akumulimi i stresit që bën trupi automatikisht pastaj do japi problemet e tij. Por këtu ne le ta kapim pak më gjerë te pjesa jo vetëm e trupit, sepse anatomia zyrtare klasike që ne mësojmë është anatomia që shpjegon dhe zbërthen trupin në planin frontal, planin sagittal, por unë me qenë se jemi në këtë ambiente dhe në këto tematika, doja ta kapja edhe përtej kësaj dhe besoj aty është dhe dëshira jote për ta konsumuar këtë bisedë, që po jap shembuj konkret në këtë pikë. Pra ne kemi pacient që ka një problem fizik, po marr problematikën më të shpesh që ne trajtojmë në klinikë, që është cervikalia dhe problematikat që vijnë nga cervikalia, që janë hernie diskale cervikale, bulging. Dhe duket sikur këto problematika janë vetëm fizike, por në të vërtetë nuk janë fizike. Pra është një akumulim stresi, është një akumulim i gjendjes dhe shpirtërore që ndonjëherë nuk mjafton vetëm pjesa e zgjidhjes fizike, sepse problemi është po aty si pjesë.
Prandaj përveç përvojës personale që un kam të zgjidhjes së 3 probleme fizike duke kapur nga anatomia që të zgjidhi muskulaturën, posturën, sistemin skeletor, është shumë e rëndësishme që të zgjidhet edhe pjesa e ngërçeve dhe tensioneve të atij personi që ka kaluar. Pra, ndonjëherë mbi ngarkesa e punës apo pa ndërgjegjshmëria gjatë përditshmërisë, përdorimi i teknologjisë vjen në këto pasojë pastaj që bëhet dhe problem fizik. Dhe për ta zgjidhur problemin fizik nuk mjafton vetëm trajtimi i këtyre 3 niveleve të posturës, pra të sistemit skeletor, të muskulaturës, por duhet patjetër që të bëhet edhe një zhbllokim i ngërçit edhe në aspektin pra nervor edhe psikologjik më tej. Pra duhet që njeriu të krijojë një lloj habitati të ri, një lloj memorie të re të muskulaturës dhe të posturës, por duhet edhe kjo memorie të futet në një koshiencë të re, pra që ta ndjej veten totalisht të rehabilituar. Edhe kjo nëpërmjet punës tonë edhe ndërgjegjësimit si punës konkrete në klinik, por edhe bisedave me pacientët edhe me njerëzit që ne trajtojmë, na ka bërë të jemi të suksesshëm edhe ta shijojmë pjesën e asaj që ne ofrojmë, pra asaj vlere që ne japim në treg. E kuptoj. Shiko, unë dua ta lidh pak me natyrën ezoterike këtë punën tënde, për arsye se kjo ka qenë një nga arsyet kryesore që ne jemi njohur dhe na ka lidhur në një lloj forme kjo tipologji. Çfarë ndodh? Unë ezoterizëm në apat e mia të para, kur unë kam qenë duke kërkuar, sepse gjatë gjithë kohës jam duke kërkuar, por në fillimet e mia ka qenë kërkimi shumë i madh dhe shumë në formë kaosi, merrja një këtu, për arsye se kur futesh në një gjë ti ke nevojë për fazë rritje dhe kërkon të pranosh çfarë do lloj informacioni që vjen. Pastaj ato lidhen dhe ti fillon strukturohesh dhe fillon kupton atë artën e vogël që po krijon për të gjetur rrugën tënde se ti ku do të shkosh. Detyrimisht unë jam futur në ezoterizëm nga mendja, do me thënë mënyra se si njerëzit artikulonin. Dhe kjo përktheheshe në apat e para të studimeve të mia, përktheheshe si psikologji. Një psikologji e thjesht, një mënyrë të menduar, një mënyrë të jetuar, një mindset, një botë kuptim, por nuk ishte vetëm kaq. Po ajo është si kanali i parë për të futur, për të Pikërisht. Kur unë arrita të kërkoja më shumë, kuptova që ajo ishte vetëm një portë, një portë e vogël që të hapte një rrugë që nuk ishte fund. Dhe me kalimin e kohës teksa zhytesha në kërkime, zhytesha në studimet e mia dhe kjo më lindi një dëshirë për të eksploruar më shumë. Por gjëja që mua më bëri të reflektoja të vetja ishte se kërkimet që ne zakonisht bëjmë në jetën tonë janë jashtë. Për shembull, kërkoja diku tjetër dhe teksa merja nga këto kërkimet e mia dhe informacionet e mia, këto futeshin brenda me dhe aq më shumë kuptoja se i kisha. Më e kupton? I kisha, që do të thotë përgjigjet ndodheshin brenda. To janë brenda vetëm duhet. Problemi ishte se nuk i njihja. Kjo ishte ajo gjë që dhe duke u thelluar akoma më shumë, duke kaluar apat e mënyrës së psikologjisë, që nga psikologjia u njojta një shkencë tjetër që ishte dark psychology, asaj psikologjia e errët, le ta quajmë mënyrën se si mendonin njerëzit, apo ndryshe siç njihet në mbar botën inxhinieria sociale, se si njerëzit kishin mënyrën e komunikimit, e çfarë bën. Prapa ajo ishte shumë bazike me dijet që unë mësova më vonë. Dhe çdo gjë që unë mësoj më vonë, ato që unë kam mësuar në fillim më duken shumë bazike. Kjo është ajo gjë që mua më treq akoma. Një oqeani tër me dije. Patjetër. Tani unë kuptova nga ana psikologjike, kuptova që ne kishim jo një trup, kishim disa trupa. Ne kur flas ne i referohem njerëzve në këtë kontekst, ne ishim më shumë se një person. Ne ishim mira versione të ndryshme, teksa takonim një person të dashur, teksa takonim të dashurën, gruan, nënën, motrën, vllajën. Ne kemi shumë versione brenda vetes tonë. Ne nuk jemi një. Ne jemi shumë. Shumë dimensionale. Patjetër. Jemi të ndryshëm, edhe unë personalisht ndryshe jam tek pjesa ime profesionale, ndryshe jam
Remi për karakterin që ka krijuar me shoqërinë, me Odisen, me domethënë jemi shumë dimensional në mënyrën se si ne përqasemi me botën. Dhe që të vite te biseda jonë, Remi, duke studiuar dhe duke kuptuar më shumë natyrën njerëzore, kisha edhe ditë që më dhemte dhe koka. Dhe gjë që duke rritur mënyrën e artikulimit dhe pjesën tjetër nga meditimi, nga gjërat, më lindi dhe qetësia në kokë dhe shumë gjëra të tjera, fillova të artikuloja pak më shumë botën. Dhe kur shkoja ndonjëherë në një farmaci, gjëra të shpejta, shiko më dhem koka, kupton? Edhe i dëgjoj edhe njerëz të tjerë që vinin, kam ja 2 ditë jam me diare, jam keq, kupton? Dhe këto gjërat që unë dëgjoja për ditë në këto, ose në farmaci, ose në jetën e përditshme, ose në punë, filloja të më lidheshin me shumë gjëra që unë studioja. Dhe çfarë kuptova? Ne kur shkonim në farmaci dhe i thoja më dhem koka, shitësja dhe farmacistja se i ka të dyja në atë profil. Një analgezik, një qetësues. Pra, nuk e kërkonin burimin e dhimbjes së kokës, por trajtonin vetëm problematikën. Të dhem koka, pikë dhe ndalon. Por kjo nuk e zgjidhte problemin. Unë më vonë kuptova se më dhemte koka duke kërkuar burimin. Ore, nga më dhem koka? Koka nuk dhem kot. Nga më dhem? Dhe nuk dhimbte koka. Ishte pjesa që kisha probleme me mëlçinë. Ajo e sillte dhimbjen e kokës. Pra, burimi ishte diku tjetër dhe unë merrja një shqetësues për dhimbje koke. Këtu unë fillova të distancohesha. Pastaj filluan problemet nga jeta ime sedentare që unë kam qenë si menaxher i përgjithshëm në një nga kompanitë e telekomunikacionit për një kohë shumë të gjatë. Mënyra e qëndresës ulur apo dhe në kompani të tjera si shef operacional për punët e brendshme ku unë kam punuar, lindën problemet me trupin. Unë këtë gjë nuk e kuptoja sepse mendoja në kokën time, në fillimet e mia kur unë fillova të punoja, si çdo njeri ne kemi filluar me punë jo të mira dhe pastaj kemi arritur deri në një pikë ku ne vërtet kemi një punë, le ta quajmë të mirë në thonjza, që është një punë jo e keqe, por as edhe e mirë, sepse çdo e mirë ka një lugelm. Dhe kuptova që teksa punoja më përpara në këmbë dhe kisha më shumë lëvizje, dhe sot jam në shëndetshëm aty dhe sot jam në zyrë dhe qëndroj ulur, sot kam dhimbje të mesit, sot kam dhimbje të kokës, sot jam bërë me syze. Pra, çfarë ndodhi? Ne nuk e kuptonim shëndetin kur e kishim dhe tani çfarë ndodh? Marrim një qetësues dhe prap avazin ne gjithmonë këtë problematik. Tani mua më lindi një ide teksa kërkoja. Ore, dalë se mua më dhem trupi. Kush e ka? Fajin. Ashtu si ti përmende mua më është dashur të kërkoja sistemin skeletor, nga se është i përbër njeriu, po koskat, po nervat, po çfarë është sistemi limbik, po çfarë është sistemi nervor autonom, po shumë gjëra të tjera që në anatominë okulte që unë e quaj të tillë sepse lidhet dhe me trupin fizik, por edhe me aspektet të nervave. Çfarë janë nervat? Se ne themi nervat janë fizike, po çfarë transmetojnë nervat brenda? Sinjal elektrik në trup. Pra që do të thotë është diçka jo fizike, sinjali elektrik në trup. Pra, lidhet materie dhe jo materie. Njeriu nuk e kupton këtë sepse i bie nervat, sinjal është ajo. Çfarë është ajo të dhemi çik këtu ikën? Jo, nuk funksionon ashtu. Ne kemi këtë problem dhe më është dashur që ta kuptoj me kalimin e kohës, sepse ashtu si thash në fillim që teknologjia po ecën shumë dhe kjo evoluimi madh me hapa galopante njeriu po e bën mbel në një lloj forme. Sot e përdorin të gjithë ChatGPT-n në formën e si ta them, e një lehtësimi apo një shpejtimi. Përveç lehtësimit, po e përdorin në një lloj forme mase që madje nuk i tregojnë as bashkëshortit as bashkëshortit, aq shumë sa i tregojnë ChatGPT. Është futur në jetën përditshme. Është bërë si një këshillues personal dhe nuk din ta përdor, sepse ata e përdorin gjithmonë për ajo që t'ju tregoj këtyre. Në fakt duhet të pyesin atë që ajo ti testoj këta se ku janë dhe ta shikojnë veten sa poshtë janë njerëzit. Kjo është ajo gjë që po i vret teknologjia sot. Dhe teknologjia duke evoluar aq shumë dhe njerëzit duke pyetur gjithmonë për zgjidhje, një evoluim që nuk të bën ty të futesh anë racionale në punë, ti të fillon të lidhesh me atë. Dhe lidhja është vartësi dhe vartësia çfarë është? Është dëmtimi vetes tënde, ti po bie. Dhe në këtë rast
Nga kjo gjë, duke rënë ana mentale, fillojnë bien të gjitha anët. Ne kemi thënë në emisionet e mia, un kam folur që trupi, kemi 4 trupa. Dhe në trupin mental, që është trupi 4 trupi parë në metafizikë dhe në fizikë është trupi 4, se janë anasjelltas në materie dhe në jo materie gjërat. Në atë moment, duke rënë trupi mental, ne dëmtojmë. Dhe çfarë bën në momentin kur ne nuk ecim? Unë vi nga një eksperiencë se gjyshin tim e ka mjek popullor prej vitesh, sot gjyshi im gëzon shëndet të plotë, është 90 vjeç, është domethënë një nga njerëzit që unë e quaj filozof ose kampionin e jetës. Më ka thënë vetëm një fjalë që unë gjithmonë e kujtoj, dhe pse e kam gjyshin, por e kam mësim për jetën. Gjërat që nuk lëvizin janë duke i bërë vend një sëmundje gjatë gjithë kohës. Kjo është ajo logjika që ne përdorim, unë personalisht edhe ti, po dedikohemi për bisedën tonë që kemi, edhe tani kuptova kur unë qëndrova në atë punë për shumë kohë, fillova të kisha një problem me ankthin, kisha marrje mendsh, dhe nuk e dija këtë, derisa nga kërkimet e mia mu deshte të njihja. Dhe faleminderit Zotit që ne u njohëm dhe kemi këtë lloj, edhe pse ka kaluar kohë që kur jemi njohur, po kemi këtë, dhe sot nuk e marr me mend se sa shumë vuaj nga këto probleme. Ti duhet ta dish më mirë këtë. Për shembull, në klinikën tënde, sa probleme mund të kenë njerëzit me qafën sot në shoqërinë që jetojmë? Unë para se ti përgjigjem kësaj, do bëj një analogji pak më të thellë dhe të dalë te pjesa konkrete e pacientëve, mënyrës së trajtimit. Unë e shoh në këtë lloj mënyre dhe e kam bindje time që ashtu si ti dhe unë kam bërë, pra nuk më ka ngopur, nuk e kam pasur të pranueshme vetëm studimin zyrtar të pjesës së matshme, pra unë jam profilizuar pak më shumë te pjesa mjekësore, por pjesa mjekësore shkon deri në një pikë, pra pjesa zyrtare, dhe pastaj aty ka mbetet aty, nuk i zgjidh të gjitha aspektet. Duhet ezoterist. Automatikisht do duhet të thellohesh edhe do duhet të shkosh përtej për të marrë më shumë përgjigje të pyetjeve, dhe është një rrugë e pafund që sa më shumë pyetje bën, aq më shumë hapen edhe zgjerohen, por dua të përkufizohem vetëm në disa gjëra. Unë e shoh në këtë lloj mënyre. Në realitetin tonë e përqasim, e perceptojmë nëpërmjet 5 shqisave që i dim, ti madje ke shpjeguar në një emision, të kam ndjekur, i ke trajtuar shumë bukur, që shikimi, dëgjimi, prekja, nuhatja janë kryesoret që neve arrim që të marrim informacionin nga bota e jashtme, por ky informacion është si një kod gjenetik që shqëruhet në trurin ton, dhe truri e përkthen këtë në realitetin ton që ne prekim, shohim, dhe unë mendoj që bota, universi është mental fillimisht, pastaj është material. Dhe duke qenë mental, pra unë pavarësisht se jam i fushës së mjekësisë, kam një bindje të tillë, dhe jo vetëm bindje, po nga rrugtime të shumta që kam bërë, e perceptoj në këtë lloj mënyre, dhe patjetër që duhet i njohim të dy botët, është shumë e rëndësishme, edhe për ta lidhur këtë me aspektin edhe fizik. Është e rëndësishme që kjo inteligjencë natyrale, pra kjo kosciencë e përbashkët e perceptimit të gjithë njerëzimit që krijon botën tonë, krijon realitetin tonë, është shumë e rëndësishme që kjo të bëhet e matshme për shkak që ne të krijojmë atë jetën tonë të përditshme. Kështu e shoh unë të paktën, dhe ashtu siç matet tek fizikanti, matet tek mjeku, pra pjesa mjekësore është pjesa që është bërë e matshme dhe e shpjegueshme për të bërë më lehtë e trajtueshme, por patjetër që është e limituar, pra shkon deri në një pikë pjesa e matjes së organeve, pra matjes së kolonës, së qarkullimit të gjakut, që janë shpikur me kalimin e kohës, laborator, analiza mjekësore, këto i kanë ardhur njeriut në ndihmë, por vazhdojnë të jenë të limituara. Dhe unë e shoh këtë që shkenca po evoluon, po ecën përpara, ka zhvilluar inteligjenca artificiale që për mua bazohet totalisht në inteligjencën natyrale, dhe nuk besoj që do ta tejkaloj këtë gjë, por është si një kopje e mirë e inteligjencës natyrale.
Dhe për të ardhur tek aspekti i trajtimit dhe pyetjes që ti bëre të pacientëve, është shumë e vërtetë që gjithmonë shkaku fillestar është shkaku në aspektin mental, pra në aspektin mendor. Neve fillimisht na shfaqet si një ngarkesë dhe kjo ngarkesë krijon një lloj akumulimi në sistemin nervor dhe pastaj fillon në një memorie të re, pra siç ti the, evolova nga një punë që ishte në këmbë dhe me aktivitet, shkova për tu përmirësuar nga ana jote profesionale, besoj, shkove dhe ule në zyrë, vure kufjet apo përdore syzet dhe tastierën, pra e lehtësove pjesën e lodhjes, ama trupi jot ka nevojë për këtë. Trupi i njeriu në mënyrë natyrale është bërë për të hipur në pemë, për të vrapuar, për të kapur vetë gjahun, për të kapur frutat dhe është bërë për të qenë aktiv. Është shumë e rëndësishme që neve minimalisht një herë ose 2 herë në ditë pulsi duhet na shkojë anaerobik, pra duhet na shkojë mbi 140, kurse ne gjatë gjithë jetës shumë rrallë, vetëm kur humbasim ndonjëherë ashensorin, detyrohemi që të ngjisim shkallët në këmbë. Pra, është krijuar një jetë shumë pasive, sedentare, ku lëvizim me automjete, ashensor, makinë, është lehtësuar shumë jeta e njeriut, por kjo ka bërë që trupi të mos përshtatet, të gjejë vështirësi në këtë përshtatjen e kësaj mënyre jetese. Dhe prandaj gjëja që na vjen e nevojshme dhe domosdoshmëri është minimalisht të ndërgjegjësohemi për trupin tonë. Siç ke bërë ti që je thelluar, ke filluar të studiosh mbi sistemet, dhe sistemet e njeriut janë një kopje perfekte e botës së jashtme, siç janë lumenjtë, siç janë pyjet, siç janë, ashtu kemi mushkrit që neve na pastrojnë, na ndihmojnë në pjesën e oksigjenimit të trupit, ashtu janë qarkullimi i gjakut, siç funksionojnë natyra, funksionon dhe pjesa e mikrokozmosit që ne kemi brenda trupit. Pra unë mendoj që ne universin e kemi brenda trupit tonë, dhe është shumë e rëndësishme që të fillojmë ta njohim. Ta njohim jo vetëm nga ana racionale, siç ti e shpjegon, por duhet ta njohim dhe nga pjesa e brendshme e funksionimit të tij. Pra jo vetëm nga ajo e dukshme, por edhe pjesa e padukshme. Duhet t'jap këtu dhe një shembull që siç ne, si qenie njerëzore e evoluar, madje më evoluara në tokë, që e njohim veten pa u futur në aspekte të tjera, po marr një qenie tjetër që është më e limituar akoma më shumë se sa ne, që është klimbi i tokës. Klimbi i tokës ka vetëm 2 shqisa, që është prekja, pra ndjesia, dhe është dhe nuhatja. Dhe këto 2 shqisa, ai nuk arrin me këto 2 shqisa të shohë dritën, po pavarësisht se nuk e shikon dritën, ai e kupton atë. Pra në momentin që ka thatësirë, ka diell të madh, ai zhytet më shumë në tokë. Në momentin që ka lagështirë, ai automatikisht del, dhe pas sy ai e kupton kur është dritë dhe kur është natë. E mora këtë si shembull për të thënë, për të ardhur tek qenia njerëzore, që dhe ne pavarësisht se kemi 5 shqisa, ka gjëra që nuk arrim ti perceptojmë me këto 5 shqisa, dhe duhet drejtohemi tek Odiseja pastaj si ekspert për të na shpjeguar këto detaje më të brendshme të kësaj pjese. Dhe të fundit për pjesën e pacientëve, është shumë e vërtetë që problematika lind fillimisht si problem akumulimit nervor, dhe pastaj gradualisht shfaqet në trup në pikat më të dobta. Gjithë secili nga ne ka pika të dobta, njëri mund të ketë një lloj trashëgimie të problemeve kardiovaskulare, një mund të ketë probleme të kolonës, një mund të ketë dhe këto pika kur ka këtë akumulim dhe stres të sistemit nervor, dhe të trupit eterike, dhe të trupit astral, dhe të trupit mental, atëherë automatikisht të manifestohen në trupin fizik. Por këto janë gjëra që janë të thella, vetëm në këtë podcast ne mund të arrim ti shprehim, dhe atë vuajtjen reale e percepton trupi fizik, dhe aty pastaj manifestohet në probleme, dhe shkenca i kthen në diagnoza pastaj. Në momentin që ka 2-3 shembuj të njëjtë që vuajnë nga qafa, atëherë kjo emërtohet me një diagnozë specifike që Odiseja ka cervikale, se të bëra me cervikale dhe. Pra në këtë mënyrë arrin të krijohet edhe kjo pjesa e zyrtarizimit të njohjes së problematikave, të sëmundjeve, të emërtimit.
që ka anët e mira, po ka dhe anët negative, sepse e bën njeriu që të identifikohet me një problem, dhe atëherë njeriu e përqas me njëherë atë problem, edhe e vesh atë problem dhe thot tani unë jam me cervikale, dhe kjo bëhet dy fish problemi tek pacientët. Këtu futet në lojë trupi mental, domethënë që na rëndon akoma trupi mental, dhe njeriu pastaj e krijon këtë si një dam këtë veten që unë kam këtë problemin. Pra ndonjëherë pavarësisht se duhet të informohemi, këto ka dhe atë rrezikshmërinë e vet, prandaj duhet të jemi dhe sa më të lexuar, dhe prandaj po kam ngultur te pjesa e të informuarit, të njohurit vetes, që duhet ta njohim veten si në atë të dukshme në trupin fizik, do duhet ta dim si funksionojmë, po duhet ta njohim edhe më thellë për pjesën e mendjes edhe të gjendjes shpirtërore, dhe sinkronizimi këtyre të treve dhe balanca e këtyre të treve na çon në një harmoni perfekte të trupit, edhe në një jetë sa më të shëndetshme, dhe ndonjëherë kur është jeta e shëndetshme atyre, pastaj i lë vend sukseseve të sipërmarrjes apo të aspekteve të tjera të jetës që kërkojmë të bëjmë si pjesë. E kuptoj. Shiko, ishte vërtet një përgjigje shumë e bukur, mua teksa po flisje. Është pak gjatë. Jo, shumë mirë bëre, sepse sa më e shtjelluar më mirë përshtitet nga ana tjetër, me ata që na ndjekin, që unë i përshëndes të gjithë që na ndjekin, dhe teksa po flisje, po më kujtoheshe një mitologji e Atlasit që u dënua të mbante botën. Dhe me kalimin e kohës kuptova se nuk ishte vërtet Atlasi që mbante botën, po kishte lidhje me ne. Ishte një ruaz teksa mbante gjithë qafën e kokës që të njëshim. Shumë i bukur, është vertebra e parë e trupit njeriut, është vertebra C1, dhe atlasi ose mbajtja e peshës së kokës. Ai mban kafkën, domethënë, C1 është atlasi që mban. Edhe gjithë tu futet dhe ezoterizmi dhe alegoria dhe shumë interesante. Kjo bileja të themi disa kuriozitete për pjesën e vertebrave. Ne dim që kemi 33 vertebra, nga të cilat 7 janë të qafës, 12 janë të zonës së toraksit dhe 5 janë të vertebrave të zonës së belit, të zonës lumbare. Dhe 33 vertebra ka njeriu bashkë me pjesën sakrale, që lidhen edhe me pjesën e ezoterike të moshës së Jezu Krishtit, pra 33 vjeç është mosha e Jezu Krishtit, 33 vertebra përmban njeriu. Dhe këtu ka pa fund pastaj gjëra interesante që mund t'i cekim. Për shembull, këtë doja të shtoja që njeriu nuk është i njëjtë, pra ne jemi një qenie unike, pavarësisht se zyrtarja kemi 33 vertebra, po e di një fakt interesant, ka njerëz me një vertebër më shumë ose një vertebër më pak. Këtë nuk është vendi këtu, po për shembull kryeministri jon i Shqipërisë ka 34 vertebra. Me vërtet? Nuk e di. Ai vuan shpesh nga problemet me hernin diskale për shkak të një vertebre më shumë që zhvillohet në zonën lumbare. Kjo do të thotë interesante kjo. Kjo do të thotë që natyra nuk është totalisht e njëjtë, perfekte, nuk është kopje e njëra tjetrës. Pa kemi larmishmëri dhe kemi këtë autenticitetin të gjithë secili nga ne. Qoftë në pjesën fizike, akoma më shumë në pjesën pastaj mentale të trupit. E kuptoj. Shiko, për pjesën me që se më bere dhe me cervikale, sepse unë nuk isha, for ideja shumë që të ndalemi dhe pak tek këto pjesët, sepse çfarë ndodh? E gjitha tham, pavarësisht se ne themi që lindin të gjitha këto problematikat në trupin skeletor tonin dhe në trupin manifestohen në trupin fizik, kjo është e vërtet, por burimi këtyre nuk është trupi, është mendja. Pra, gjatë gjithë kohës ne jemi swipe. Dhe koka ime automatikisht mban të paktën vetëm Atlasi vazhdon. Tani ideja është teksa ne sëmurim mendjen, sepse injektimi bëhet në mendje, pastaj reflektohet në trupin ton fizik dhe aty manifestohen problematikat. Çdo gjë në fillim e ke në mendje, pastaj e ke në dorë. Kjo është ajo që përmendte libri famshëm Sekreti, që është një libër shumë bazik me ato gjërat që ka marrë nga imavi Hermes Trismegistus nga libri Kybalionit.
Aty e kam nisur edhe unë. Aty fillon shumica e të gjithë njerëzve që zhyten në ezoterizëm, por ka akoma dhe në thellë, po ai është një bot kuptimi pa parë për ata që duan të futen atje. Unë e kam rekomanduar shpesh atë libër, dhe tani kur kjo fillon rëndohet, çfarë ndodh konkretisht në anën e trupit skeletor, për shembull, kur teksa ne bëjmë gjatë gjithë kohës ne mund të qëndrojmë shumë ulur. Dhe pjesa që unë kam ndjerë te vetja ime, se unë tani filloj merrem dhe me këtë pjesë, duhet materia, duhet dhe jo materia, të dyja në balancë. Nëse i dedikohesh vetëm materies, do kesh shumë probleme të tjera nga ana psikike dhe emocionale dhe shpirtërore. Nëse i dedikohesh vetëm këtyre, i bie të ti mbash syt dhe këmbët nga qielli dhe do biesh pastaj në tokë, se duhet i mbash këmbët në tokë dhe syt nga qielli, kështu është rruga e drejtë, ashtu si Sokrati gjithmonë thoshte e mesmja e artë. Pra, ne duhet kemi një balancë. Por unë dua edhe për ata që na ndjekin të shpjegosh pak me detaj, kur teksa ne rrim në telefon, se kjo është gjë që është random, kudo. Çfarë them unë, nga do që iki dhe në autobus që shoh ndonjëherë, rin aty, çfarë ndodh me ato ruazat, për shembull, se gjitha e di që ndodhet në qafë dhe stresi, me që unë kam informacione nga anatomia, kultivohet në pjesën e qafës tonë dhe tek shpatullat. Sa është e vërtet kjo? Aty qëndron stresi i vërtet dhe atje nervat janë ato që e ngren tensionin tonë dhe pastaj fillojnë ankthet e gjërat e tjera. Ndikon kjo në jetën tonë? Me kënaqësi do të përgjigjem kësaj pyetje. Ne përmendëm atlasin që është koka që përmban gjithë dijen tonë, gjithë qenia jonë ndodhet në kokë, pra truri është sistemi qendror i njeriut, dhe çfarë ka bërë teknologjia, ose të paktën po marrim celularin, ka detyruar që të përkuli kokën, dhe përkulja e kokës sjell automatikisht një disbalancë të muskulaturës së trupit, dhe muskulatura është ajo që ruan gjithkohës balancën. Pra muskulatura në çdo artikulacion tonin është duale. Një muskull e mbledh, pra krijon fleksion, një muskull e shtrin. Dhe kështu funksionojmë ne që qëndrojmë në këmbë, ecim, vrapojmë, pra është kjo balanca midis njërit muskull dhe një tjetrit. Ndërveprim midis dy të kundërta. Dy të kundërta. Në ezoterizëm. Dhe këto dy të kundërtat komandohen patjetër nga truri. Dhe truri disa muskuj i komandon në mënyrë të ndërgjegjshme, disa muskuj i komandon në mënyrë të pandërgjegjshme, që krijohet ajo memoria e zakonshme. Pra ne nuk e vrasim mendjen kur ecim, se e kemi mësuar që fëmijë, apo kur ngasim makinën, se është një gjë e pandërgjegjshme që dim ta bëjmë, e kemi mësuar një herë dhe ndërkohë bëjmë muhabet apo veprojmë prapë me celularin. Dhe këto disbalanca muskulare që shkaktohet, paktën që morëm shembullin e telefonit, automatikisht ngarkon vetëm muskujt e pasëm të qafës. Pra, vetëm një grup muskujsh mbajnë 4-5 kg të peshës së kokës për 12 orë të ditës, dhe muskujt e tjerë rrin pasiv, pra nuk luajnë një lloj ndërveprimi me njëri tjetrin, por e merr peshën vetëm një grup muskujsh. Dhe çfarë ndodh pastaj me muskujt, si ndikojnë në sistemin skeletor? Në momentin që muskujt janë të disbalancuar, atëherë vertebrat, 7 vertebrat e qafës fillojnë që të bëjnë një përkulje, pra një lloj drejtimi, siç i tërheq graviteti dhe pjesa e forcës së muskujve, dhe ashtu prishet dhe balanca e kolonës, dhe marrin peshën më të madhe vertebrat e C1, C2-shit, që është vertebra e parë mbas kokës, dhe vertebra C6, C7, që është mbarimi i qafës, dhe aty ku thuhet që deri te C7 është pjesa mentale, dhe pastaj nga C7 dhe poshtë është pjesa fizike që i përket trupit tonë. Dhe këto vertebra në momentin që fillojnë prishin atë ekuilibrin e tyre dhe fillojnë ngushtimin e hapësirës vertebrale, prekin diskun, kompromojnë pjesën nervore dhe automatikisht nervi transmeton dhimbje në trupin tonë, në sistemin tonë qendror. Dhe sistemi qendror dhimbjen e përkthen automatikisht në një gjendje jo rehatie, gjendje ankthi, gjendje paniku, kur ajo është në afatgjat si pjesë, kur ajo mbivendoset mbi një muaj në trupin e njeriu, jep sinjal, jep impulse elektrike që këtu ka diçka që nuk shkon, atëherë njeriu po nuk e zgjidhi brenda kësaj kohe, atëherë kjo krijohet edhe vetëm zmadhohet edhe krijon pastaj truri lloj problemesh dhe gjen pika të dobta dhe përshkallëzon problemin e tij si pjesë. Prandaj një gjë kaq e vogël edhe
e parëndësishme në përditshmërinë tonë se është bërë dhe mjet komunikimi, e ka transformuar pjesën e posturës së njeriu. Pra njeriu po ndryshon tash edhe fiziologjinë, mënyrën anatomike se si ai po qëndron. Po ndryshohet postura. E kam vënë që domethënë që nga vitet 90 mbaj mend, 95 që un jam i viteve 95, por teksa shoh dhe filmat vjetër edhe atëherë ishin televizorët e trash le di quaj. Edhe madje kishin një rregull që janë bërë plazma dhe njerëzit kanë filluar po marrin nga televizori. Po lloj televizori trash. Dhe po kështu po shkon kjo rruga, teksa televizor, do me thënë teknologjia po bëhen njeri dhe ne po bëhemi as njerëz, po e humbi fare, por teksa po më shpjegoje pjesën e ruazave. Tani të pyes edhe për veten time, unë jo vetëm për dëgjuesit. Kur ne dëmtojmë këtë, ka funksion që këto ruazat këtu të na dëmtojnë dhe shtyllën kurizor apo jo? Gjithë trupi i njeriut është i lidhur, pra në mënyrë holistike nuk mund ta kapim trupin edhe gishtin e vogël, po ta godasim te këmba e krevatit. Ajo është dhimbja më e madhe në botë. Sistemi nervor atë e përkthen në dhimbje dhe e përkthen menjëherë dhe ndikon gjithë trupi, jo më vertebrat. Pra edhe nëse ne kemi vetëm një vertebër që na del në grafi apo rezonancë, gjithë kolona është e prekur. Kolona fillon, po ta shpjegoj pak më jepi. Të thelluar. Një vertebër po të ngushtohet, atëre kolona në fazat fillestare transmeton dhimbje dhe trupi i njeriu ka aftësi mbrojtje për ta eliminuar të dhimbje. Dhe çfarë bën një adaptim të ri. Pra në momentin që ne na sheshohet lordoza cervikale, harku i qafës, që kërkon një hark kur e shohim në planin lateral, jo në planin ballor. Atëherë, në momentin që ndodh kjo, trupi i njeriu për ta fshehur këtë dhimbjen, detyrohen që pjesën e belit, pjesën lumbare ta thellojë më shumë ose ta kalojë në ansore, pra të krijojë një skolioz që ne ta përshtasim, pra e përshtatë është mekanizëm mbrojtës ky që ne mos na dhëmbi qafa, mos na japi simptoma, krijojmë skolioz, krijojmë disbalans, krijojmë hapje të këmbëve në ansore ose tek vajzat krijohet ky kënd i vagus, pra sill pasoja që ne nuk i kuptojmë këto dhe pastaj kur këto agravohen, atëherë ne detyrohemi që prit se ka një gjë që nuk shkon. Dhe është e rëndësishme që të kapim gjenezën e problemit, pra për ta zgjidhur duhet ta zgjidhim nga burimi, siç theti që edhe si shembull nga mëlçia apo nga kjo, po ne duhet që nga ushqimi, që nga mënyra se si sepse ne jemi një qenie që nuk jetojmë dot pa ushqim. Pra në momentin që çdo ditë neve kemi nevojë për ushqim, atëherë ne jemi të varur nga ushqimi. Pra ne duhet të kemi kujdes nga çfarë ham, nga çfarë lexojmë dhe edukohemi dhe nga se si e mbajmë përditshmërinë tonë, pra nga aktiviteti fizik. Dhe post lëvizëm, pra është ajo balanca Trinity që njëra nga këto po trup, mendje, shpirt. Pastaj fillojnë problemet, fillojnë smundjet dhe e kuptoj. Jo gjithmonë smundjet zgjidhen vetëm nga zgjidhja fizike. Mund të marrësh medikamentin më të mirë në botë apo çdo gjë nëse ti ke një akumulim të mëparshëm, pra prandaj është e rëndësishme që ta ndryshojmë në gjithë tre këto aspektet. Njeriu është qenie që ndryshon, pra ne asnjë ditë nuk jemi të njëjtë. Shumë drejt. Çdo ditë neve jemi njerëz të rinj, pavarësisht se mbahemi tek ajo memoria e vjetër që na kujton çfarë kemi bërë në të shkuarën. Dhe duhet kemi kujdes për këto të treja që më thash, duke qenë se jemi qenie në ndryshim, çfarë ham për ditë, çfarë lexojmë, çfarë mendojmë, edhe si kujdesemi për trupin, sa ecje bëjmë, sa aktivitet fizik apo vrap apo ushtrime aerobike apo streqime. Çdo gjë mjafton të lëvizësh. Duhet ta lëmë edhe veten të sillet në mënyrë sa më natyrale. E ke parasysh në mëngjes që të vjen natyrshëm të shtriqesh, të zgjatesh. E shikon këtë te kafshët, e shikon që qenin mbase në shtëpi, sapo del nga ajo dremitja, fillon të bën një streqim të mirë. Pastaj fillon atë aktivitetin e vet. Imagjino edhe kafsha që nuk e ka. Po ne edhe këtë dhe e kemi limituar, edhe streqimin që të vjen natyrshëm, të zgjatesh, ne direkt shohim celularin njëherë, shohim emailët, shohim kush ka shkruar apo çfarë ka Instagramin, WhatsAppin, TikTokun, gjitha. Pastaj ndodh ajo, domethënë shumë pak e bëjmë. Teksa po lexoja një shprehje para se të takoheshim bashkë, ishte një shprehje shumë e bukur. Jeta ndodh
jeta e vërtet ndodh kur ti e vendos telefonin në karikim. Ishte një gjë vërtet Por që kanë dalë e goditur. zgjat kabullin dhe përdoren në karikim, kështu që Ose ka filluar i marrin këto i vend dhomat e gjumit ngjitur me imprizat. Që ta kenë për kollaj. Mos shkëputesh. Mirë, teksa po i afrohemi fundit, Remi, unë të falenderoj shumë dhe shpresoj që të mos jetë e fundit bisedë që ne bëjmë këtu. Edhe unë kënaqa shumë për këtë bisedë. Tani deri tani po ta kishe vënë re sepse unë jam shumë detajist teksa flasim dhe mendoj, ne deri tani ishim duke folur për një kaos. Apo jo, problem. Të futemi pak nga rregulli, nga ordri, domethënë ne kemi një shprehje shumë të bukur në ezoterizëm, ordo ap kaos, domethënë ka rregull nga kaosi, që do të thotë ne jemi në këtë kaos. Çfarë do bëjmë ta rregullojmë këtë gjë tani? Na duhen ca këshilla nga ana jote për ata që na dëgjojnë, por edhe për mua, pse jo, përfitoj dhe unë miq me këtë rast. Dhe ne i cekëm pjesën e madhe të problematikave, pavarësisht se më kujtua dhe një gjë e vogël. Edhe te Messi, çfarë na ndikon te Messi që na dhe Messi, ne pse na dhe ne Messi gjatë gjithë kohës, jemi 30 vjeç por na dhe Messi. Pse dëgjoj shumë njerëz, dhimbje Messi, dhe mqafa Messi. Këto dy janë problematikat më të mëdha. Çfarë na ndodh me Messi që të kalojmë pak te zgjidhja pastaj. Nuk ka pasur karrige. O do rri e shtrir, o do rri në këmbë si pjesë. Evolimi jon ka shpikur koltuqet më të rehatshme, karrige dhe qëndrimi ulur për kohë gjatë automatikisht ngarkesën do ta marrë Messi si pjesë. Pra, sa më shumë kohë qëndresa ulur absolutisht. Edhe fillon dobësimi muskulaturës. Domethënë dhe tani po pastaj do të dalim dhe Messi, kështu që ideja është që sa më shumë ulur të qëndrojmë, muskujt e korit të trupit, muskujt abdominal dhe muskujt e belit, nuk qarkullojnë gjakun, pra rrin pasiv dhe fillojnë të dobësohen, të squllen dhe automatikisht mos funksionimi i mirë i muskujve për një kohë gjatë, atëherë peshën e mbajnë vertebrat, që vertebrat nuk janë bërë për të mbajtur peshën trupore, por kur muskujt nuk e luajnë rolin e tyre, dobësohen, peshën e marrin vertebra dhe fillon pastaj problemet, shtypje e diskut, hiperlordozë lumbare, skoliozë. Fillon edhe kjo nervi sciatik edhe preket edhe nervi sciatik që është nervi kryesor që del nga periformi që je pastaj edhe mpirje të këmbës si pjesë. Mirë, tani unë do doja pak përveç se këshilla konkrete apo përveç se ti trajton këto pjesët që janë vërtet problematika që kanë kaluar një kohë të caktuar në trupin e njeriut, sepse unë besoj si e mira dhe e keqja që personalisht për mendimin tim nuk ekzistojnë, po janë e njëjta gjë, si problemet që vinë, shqetësimet, por edhe ato ndjenjat e mira që ne kemi janë po e njëjta gjë, dhe tani ku ne na ndodh një problematik, për shembull qafa, cervikalja, apo nervi sciatik. Unë e kam kuptuar këtë që pavarësisht se ty të kapi sot ajo, të kapi dhe po të dhem, ajo mund të ketë një kohë shumë të gjatë që vazhdon dal gadal derisa erdhi aty. E njëjta gjë ndodh edhe kur fillon rikuperimi. Ajo do një kohë të gjatë që të vej në vendin e duhur. Pra, se ne çfarë bëjmë? Hapësirë dhe kohë dhe është nuk shërohet. Ne jemi me këtë idenë, më kapi sot. Edhe pres ta rregulloj sot. Nuk e kuptojmë që ajo që na kapi sot ishte një proces i gjatë që erdhi aty dhe ajo që do ik duhet prapë një proces i gjatë që të kthehemi. Tani unë e di që dhe të gjithë teleshikuesit edhe ata që ne na ndjekin edhe në rrjetet sociale, në faqen time Ezoterizëm dhe në faqen tënde në Instagram që unë do t'i ftoj njerëzit Physio Life të ndjekin për këshilla të ndryshme. Unë e di që këshillat nuk janë zgjidhja 100% e problemit, sepse varet në çfarë stadie është problemi, kuptohet. Por janë orientim dhe janë një rrugë shumë e mirë për ata që ende nuk janë bërë për të trajtuar me problematika afatgjata që të vinë deri te klinika. Por edhe kjo nuk është asgjë e keqe që t'i ndihmojmë këta që nuk janë bërë, por edhe ata që janë bërë të reflektojnë. Pse jo? Të dyja duhet t'i ndihmojmë dhe unë gjithmonë dua të kemi një marrëdhënie win to win. Fitoni ju, fiton ne. Kjo është ajo gjëja. Prandaj unë dua disa këshilla të vyera. Për shembull, çfarë duhet të bëjnë njerëzit kur zgjohen në mëngjes? Janë të vogla, por peshën e kanë shumë të madhe. Unë e kam kuptuar këtë te vetja ime. Teksa kemi bërë ato konsultat bashkë në mëngjes, mënyrën e të ushqyerit. Çfarë bëjnë njerëzit që
për shembull, sa duhet të rimshtrir, si duhet të flem, se janë ca pozicione që unë i kam vënë re, tani kam filluar në banjas të këtu në mes të këmbëve. Po. Nga këto çka kam lexuar dhe studiuar, por edhe nga Kam këshillat e tua, për shembull ato stretching që bëj në mëngjes, ato për qafën që duhet të kthej qafën, se unë ato gjëra kam, i kam bazike, se unë isha një prej këtyre që isha në fazat e fillimit të këtyre gjërave. Dhe tani kam ndryshuar totalisht, nuk kam marrje mendsh, nuk kam sepse bëjmë ato 5 seanca bashk, të cilat mua më ndihmuan dhe më dhënë një perspektivë akoma më të gjerë mbi ato që unë dija. Unë e dija, po problemi është se jeta e përditshme të bën që ti harrosh këto gjërat e vogla dhe ti merresh gjoja me gjërat e mëdha se nuk bën asgjë në të vërtetë. Jap vend problemeve të tua sepse njerëzit janë kështu. Kur ndihen mirë në një ditë, mendojnë të kenë më shumë materie, më shumë pasuri, më shumë të kem. Dhe pastaj kur sëmuren, kanë vetëm një problem, shëndetin e tyre. Kjo është logjika, por ne të mos i shpjem atje. Kja u themi më përpara, të reflektojnë para se të vëmë aty. Edhe dua disa këshilla. Atëre, këshilla praktike dhe konkrete që edhe më fal edhe psikologjike, sepse dua të lidhet, se unë e di ashtu si tham që trupi nuk është vetëm aspekti fizik, ka të bëjë në mendje, pastaj vjen atje. Po. Këshilla praktike. Gjëja e parë që ne duhet bëjmë është që të ndalemi një sekondë dhe ti ke ndalur edhe tema më të gjata për meditimin. Është gjëja më fillestare që ne duhet bëjmë, mbas edhe mund mos se praktikojmë dot meditimin, por është një lloj vetë ndërgjegjësimi që ta shohim, ta vëzhgojmë trupin ton. Pra, është gjëja më bazike që e bën çdo lloj qenie për të parë, pra e tham shembullin te kafshët macja, lahet dhe duke lar pastron ato plagët apo dëmtimet apo ne minimalisht duhet ta shohim. Pjesa tjetër, në momentin që ne identifikojmë problematika që janë krusja apo shqetësime apo dhimbje, gjëja e parë për pjesën e posturës është një teknikë bazike, shumë e thjeshtë, se më bëhet shumë shpesh kjo pyetje që si ta kuptoj unë kur po e mbaj trupin drejt. Si ta kuptoj edhe unë të punën. Elementi është jashtëzakonisht e thjeshtë. Frymarrja është aspekti bazë që ne gjatë një frymëmbushje dhe frymënxjerrje arrin që kapaciteti maksimal i mushkërisë ta çojë trupin në gjendjen e tij më të mirë. Apo bëjmë një frymarrje bashkë, duke u mbushur maksimalisht me frymë. Unë jam pak i krusur tani se kemi qëndruar ulur, një mbushje maksimale. Edhe automatikisht u hap krahërori çoi komplet shtyllën kurrizore në pozicionin korrekt, supet shkuan pozicionin e vet dhe frymënxjerrje. Pra frymarrja e thellë arrin automatikisht që duam ne nuk e bëjmë dot një frymarrje të thellë kur jemi të krusur. Pra këtu nuk arrim të mbushim dot. Të pyes, ajo që ke vënë qafën ka të bëjë me frymarrjen? Po, kjo është një instrument që ka të bëjë më shumë se me frymarrjen me anën psikologjike. Është një lloj fut më shumë ajër. Kjo është një lloj më shumë që ndihmon për ndërgjegjësimin, për të lejuar që të bëj praktika frymarrje. Pra, ne edhe në trajtimet, në protokollet që kemi për pjesën e riabilitimit, është bazë teknikat e frymarrjes. Pra, edhe kur ne bëjmë një mobilitet për të liruar një muskull të kontraktuar, për të bërë një kështu, nëse nuk e aplikojmë tek personi frymarrin, atëherë muskuli sado që ne ta lirojmë apo ta streçojmë, muskuli nuk lëshon nëse ti nuk bën një frymëmbushje dhe frymënxjerrje, që atëherë vetëm sistemi nervor oksigjenohet, truri e përçon sinjalin tek muskuli lirohet. Unë ty me zor. Shumë interesante. Ku mund ta gjejnë ata që na ndjekin në një të tillë ose edhe unë për shembull, ku mund ta gjej një si puna saj? Për momentin këtë nuk është akoma në Shqipëri, unë së shpejti do nis do jetë një platformë që quhet Hexacare, që ka qëllimin për të plotësuar ndërgjegjësimin e shëndetit tek njeriu dhe do ketë edhe instrumenta si kjo apo instrumenta të tjerë për pjesën e qafës apo të belit apo jastëkun që thetin në mes të këmbëve. Apo informacione dhe video ushtrimore që të ndihmojnë për pjesën se si ta zgjidhim vetë problemet që mund të kemi dhe t'i paraprim, më e rëndësishme është t'i paraprim problemeve. Dhe kjo e ndërlidhur me atë që ti the, që jo vetëm problemet fizike, po duhet ta nisim nga problemet dhe mentale dhe psikologjike, dhe për t'i ndërlidhur këto, elementi më i veçantë që e ndërlidh është do gjenden aty brenda dhe
teknika frymarrje që janë të domosdoshme. Të tregoj, kemi kohë një eksperiment të shkurtër. Po patjetër. Është bërë një eksperiment që vetëm nëpërmjet frymarrjes është bërë një eksperiment që janë vendosur tek 50 persona mikrofon te pjesa e fytit, te pjesa e kordave të zërit. Dhe këta njerëzit i vendosin në situata të ndryshme, pra një në një situatë të qetë, të lumtur, edhe gjykonin frymarrjen, se si ishte frymarrja që ishte e qetë, e pastër, e vendosin personin në një situatë të frikshme, pra e trëmnin, e ngacmonin me faktor të jashtëm, edhe automatikisht frymarrja ndryshonte, pra rritej pulsi dhe frymarrja shkonte me ritme më të shpejta si pjesë. Dhe nga ky eksperiment u vendos që u përkthyet çdo frymarrje në një gërm alfabeti dhe u bë një alfabet vetëm nga gjykimi i frymarrjes si pjesë. Dhe pastaj u studiua frymarrja dhe mënyrat se si ti ke shpjeguar edhe në pjesën e Kandalinit, mos gaboj, edhe pra frymarrja është një element që e lidh materien me të përtejme me hyjnoren dhe është pjesa e frymës që arrin që neve çdo frymarrje që përjetojmë e përjetojmë realitetin mbas çdo frymarrje. Dhe frymarrja është ajo ndërlidhja me shëndetin fizik dhe shëndetin mendor. Shumë shpesh neve nga psikolog apo këto aplikojnë, bëjnë një frymarrje të thellë para se të vazhdojnë bisedën. Po siç funksionon tek psikologu, funksionon tek fizioterapisti për të liruar ato tensione muskulare. Edhe nga shembulli që dham është që si ta kuptojmë apo rrim drejt apo jo, një frymarrje e mbushur deri në fund, atëherë automatikisht trupi shkon në atë gjendjen e vet default, në atë gjendjen korrekte si pjesë. Prandaj na duhet një instrument i thjeshtë si ky që ta përvecojmë frymarrjen me një mbushje me hund, edhe e nxjerr, ajo është për të nxjerr. Po, edhe është thjesht një memorie për të kujtuar, duke e pasur shumë interesant. Duke e pasur në si aksesor, atëherë të kujton që ti të ndërgjegjësohesh sa më shumë me veten tënde dhe ta praktikosh sa më shumë pjesën e frymarrjes. Okej, disa këshilla se mos ikim atje se nuk dua të më ikësh nga kjo pjesë. Pra, këshilla e parë është që siç e përmendëm sapo çohemi nga gjumi, duhet që në krevat mund të bëjmë disa shtriqje të mira që janë zgjatje e trupit, kthehemi në pozicionin e maces që bëjmë këtë procesin e zgjatjes së muskujve të shpinëve, të rreqim gjunjët tek vetja, pra shembuj konkret, dhe pastaj çohemi në këmbë, bëjmë disa veprime aerobike që kjo na merr 3 minuta, 5 minuta që është asgjë, siç është rutina e larjes së dhëmbëve, të njëjtën gjë duhet të mbajtur i gjithë trupi, jo vetëm higjiena e gojës. Dhe pjesa tjetër e këshillave pra për ta mbajtur është që nëse kemi një distancë që e bëjmë në këmbë, duhet ta bëjmë në këmbë, pra duhet të kemi aktivitet fizik. Po ta mbajmë 2 herë në ditë pulsin sikur për 3 minuta, 5 minuta anaerobik, pra të shkojë 140 pulsi, të ketë një rëndesë të frymarrjes, atëherë gjithë sistemi i qarkullimit gjakut plotëson gjithë nevojat e veta, qarkullon gjithë trupin dhe nuk do kemi asnjë lloj problemi në smundje të tjera shoqëruese. Dhe këshillat të tjera pastaj janë pjesa e frymarrjes që përmendëm, e aktivitetit fizik, duhet është kulturë të merremi, pra është gati domosdoshmëri për mënyrën e jetesës që të shkojnë palestër apo të merremi një sport, sepse nëse ke zgjedhur të punosh 8 orësh në zyrë apo ke një kohë gjatë pasive, duhet ta kompensosh atë me një aktivitet fizik. Dhe duhet që ti zgjedhim dhe ti bëjmë këto në mënyrë të disiplinuar që mos përfundojmë pastaj tek mjeku apo qoftë tek fizioterapisti. Po fizioterapia është shumë më mirë se sa mjeku, se mjeku fillon të bombardon me ilaçe, edhe pastaj fizioterapia është një aspekt që e ndihmon individin në ato pika ku ka ngecur që të rehabilitohet. Nuk është mënyrë jetese, pra fizioterapia nuk këshillohet që të zgjasë një vit apo gjithë jetën, duhet një element ndihmës që ta kaloj në atë proces që ai ka, që të kthehet pastaj në aktivitet fizik. Dhe fizioterapia siç e zgjidh një problem të caktuar, nëse ne kthehemi prapë në një jetë sedentare, ajo prapë do kthehet aty ku memoria më e zakonshme. Thjesht të ndihmon që ti të fillosh ndryshimin, fizioterapia më së zgjidh goxha probleme që më përpara nuk njiheshin
si zgjidhje të mundshme, zgjidh probleme neurologjike, ortopedike që përmenda më përpara, që janë probleme që lën pas kirurgjinë dhe zgjidhen më së miri me këto teknikat edhe mobilitetet. E kuptoj, të mos largohemi nga këshillat, se përmenda vetëm mëngjesin, po në pjesën e të ushqyerit, nga ana jote. Pavarësisht se unë kam folur shpesh. Çfarë rekomandon ti për shembull për dikë që mund të ketë cervikale ose dhimbje të mesit ose sciatikun, si mund të ushqejnë këta njerëz? Duhet se unë besoj që edhe ushqimi të ndikon, nëse unë ha vetëm brumra dhe qëndroj tërë ditën ulur dhe kam nerv sciatik dhe cervikale, i bie të kem tension shumë më të lartë. Çfarë rekomandohet? Dy gjëra më duhen ti Remi, pjesën e ushqimit, por edhe për shembull një javë, një plan nga ana jote si specialisti kësaj fushë që je, një plan jo me detaj, po një plan të përgjithshëm me bot kuptim, një regjim i të jetuarit shëndetshëm në formën e balancës së trupit skeletor, si ta mbajmë trupin, të ushqyerit dhe mëngjesin që sapo ma the. Ta bëjmë në fund këtë. Atëre, për aspektin e të ushqyerit, procesi i të ushqyerit është një nga më të rëndësishmit. Duke qenë se ushqyerja na ndikon totalisht në mënyrën se si formohet qeliza jonë. Pra qeliza jonë është nga procesi i oksigjenimit, nga gjithë elementet përbërës, dhe qeliza është shumë e rëndësishme që të ketë një ushqyerje sa më të mirë. Dhe ne duhet të kujdesemi për dietën, por që të mos ndalemi shumë në detaj, unë do këshilloja vetëm këtë që çdo gjë që është e konservuar, që rri aty në marketë dhe ka një datë skadence, automatikisht nuk ka si të jetë e shëndetshme për njeriu, pra që ka elemente shtesë që të mos prishet ai si produkt. Ne duhet të ham gjëra të gjalla, në kuptimin që frutat, perimet, edhe pjesën unë nuk jam vegetarian, jam për pjesën e mishit, do duhet ta ham sa më të freskët, pra do duhet ta ham sa më të papërpunuar, sa më shumë të kaloj mishi në proceset e të bëhet prosciutto apo sallam, të kaloj në stazhonime, atëherë i ka humbur vlerat edhe ti thjesht po ushqehesh, po ngopesh, po merr ndjesin e ngopjes, por nuk po e ushqen qelizën. Automatikisht fillojnë pastaj dalin në pa edhe problemet, siç tham, ato pikat e dobta, se mund mos vuash nga stomaku, madje stomakun mund ta kesh shumë të fortë nga që ke mësuar me lloj-lloj mbeturinash po i quaj të ushqyerit, por do duhet që ta kesh sa më të pastër pjesën e ushqimit. Pra këtë këshill mund të jap, edhe pastaj kur hym në trajtimet specifike në fizioterapi, ta zëm neve kemi nevojë për të forcuar një muskull pasiv, se tham një muskull është i kontraktuar, një muskull është pasiv. Aty mund të japim edhe dieta specifike që mund të jenë me përmbajtje të lartë proteine, kur ne duam që ta angazhojmë, apo me vlera të tjera ushqimore, po kjo varet, prandaj nuk po e përgjithsoj, se varet nga individi në individ pjesën e dietës ushqimore. Këshilla e vetme është që do duhet sa më ushqim të pastër, duke nisur edhe që nga uji, do duhet që të jetë uji sa më i rrjedhshëm, edhe mos ta pim nga një shishe që ka qëndruar aty 6 muaj, është uji i vdekur si pjesë. Prandaj thonë që në mal, ose po themi në Shqipëri, kush pi nga uji i Valbonës, unë nuk jam as nga Veriu, po që e kam të dëgjuar, nuk smuret kurrë si pjesë. Pra këto janë ato elemente për pjesën e ushqimit. Të falenderoj shumë Remi dhe për pjesën e mbylljes, se ju afrohen fundit dhe besoj që kemi të kaluar kohën. Meqense edhe ti ke një fizioterapi, ke dhe një eksperiencë 10 vjeçare në treg që nuk është pak, dhe për mua je një mik dhe një, ashtu si të thash në fillim, vëlla që unë të them gjithmonë, na është bërë moto në komunikim kjo bashk, edhe një kërkesë që më erdhi spontanisht në mendje. Çfarë do të ofroje për të gjithë ata teleshikuesit që ndjekin podcastin Ezoterizëm, se tashmë ti u familjarizove me ndjekësit e mi, çfarë do të ofroje nëse dikush do të vinte në klinikën tënde? Çfarë mund t'i ofroje një benefit nga vetëm se të kanë ndjekur dhe i ke bërë përshtypje? Po patjetër, kjo sipërmarrje që unë kam, edhe pjesa e aspektit mjekësor, në radhë parë është edhe aspekt human, edhe po nuk treguam pak humanizëm tek pjesa e kësaj, nuk shikohem vetëm gjërat materiale, dhe patjetër për gjithë shikuesit që na kanë ndjekur,
mund të ofroj një 20% ulje për pagesat, pra për seancat që neve ofrojmë, që për gjithë ata që e kanë ndjekur. Të thonë vetëm ezoterizëm miq, vetëm ezoterizëm dhe të ndoqja në ezoterizëm. Edhe janë të mirëpritur pastaj për të bërë një konsult, për t'i marrë me detaj problematikat që mund të kenë edhe për t'i zgjidhur. Shumë faleminderit Remi. Falenderoj dhe unë dise. Shpresoj që të kemi dhe takime të tjera me kalimin e kohës, nëse dhe ti do ta kesh mundësinë dhe kohën sigurisht. Të dashur miq, kjo ishte një bisedë miqësore me mikun tim Remi Cenolli, fizioterapist, por ka anuar nga ajo fizioterapia tradicionale dhe është futur në pjesën të anatomisë okulte të njeriut, prandaj dhe unë e nisa me këtë titull emisionin. Ju falenderoj që jeni pjesë e jona. Podcasti Okult është një nga podcastet ndryshe që ju keni parë deri më sot. Do vazhdojmë të jemi të tillë deri në fund. Dhe ju falenderoj që jeni pjesë e jona. Mos harroni të bëni subscribe channelin ton Okult në YouTube, të më ndiqni mua në ezoterizëm, në faqen time në Instagram, ku unë ndaj mendime dhe mindset apo botkuptime të fushës që unë hulumtoj, dhe për çdo gjë keni edhe një dhuratë të fundit nga Remi, ku do të përfitoni 20% ulje për gjithë problematikat dhe konsultat që ju mund të bëni me Remin dhe stafin e Remit që ka, sepse Remi është sipërmarrësi atje, është një themelues i asaj, i atij biznesi. Dhe do shihemi në videon tjetër me një tjetër pikpamje ezoterike që do ndalemi akoma më thellë në anatominë okulte të njeriut. Deri atëherë ju përshëndes dhe të mira.